Seanca plenare e kësaj të enjte ka nisur me debate mes mazhorancës dhe opozitës. Në fokus të diskutimeve ishte rregulloria e kuvendit dhe raporti për integrimin e vendit. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku kërkoi që rregulloria e kuvendit të ndryshohet me konsensus mes palëve. Deputetja hodhi akuza se integrimi është vetëm në letra. Në konferencën e kryetarëve ne nuk rëm dakord për kalendarin për një arsye të thjeshtë. Në kalendar mazhoranca propozoi që të prezantohen dhe ndryshimet e rregullores mbas bardhjes së vendimit të Gjykatës Kushtetuese për sa i përket shkeljes së kushtetutës që kryetari i kuvendit ka kryer për procedurën e ndjekur për ndryshimin e komisioneve hetimore. Mazhoranca na njoftoi që pret që vendimi i Gjykatës Kushtetuese të zbardhet. Unë nuk e di se çfarë informacioni ka mazhoranca që ne nuk e kemi, që Gjykata Kushtetuese do të zbardh vendimin. Ne e kundërshtuam dhe nuk ram dakord për të kryer një seancë shtesë në javën e gjelbër vetëm me justifikimin që Gjykata Kushtetuese do të zbardh këtë vendim. Ndryshimet e rregullores, të cilat Partia Demokratike i çoi në Gjykatë Kushtetuese me një vendim të Gjykatës Kushtetuese që i dha të drejtë opozitës për shkelje të rregullave të parlamentit, unë besoj rasti më flagrant se si rregullat e bashkëjetesës në këtë parlament janë shkelur me dy këmbë. Partia Demokratike i qëndron faktit që rregulloria e parlamentit duhet patjetër të ketë ndryshime konsensuale. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla ju përgjigj akuzave të Tabakut, duke thënë se kjo e fundit është larguar gjatë diskutimeve për ndryshimin e rregullores. Sa i përket akuzave për mohimin për të sjellë nisma ligjore në parlament, Balla tha se ligjet duhet të vinë e më pas të diskutohen. Për qenë të vërtet në ato që themi dhe nuk duhet marrim përsipër themi gjëra kur kemi ikur nga salla. Zonja që sa po foli nuk ka qëndruar në mbledhjen e konferencës kryetarëve deri në momentin kur ne kemi rënë dakord për kalendarin. Është larguar punët e veta, po të paktën është mirë që kur çohesh këtu të thuash të vërtetën. Kemi rënë dakord zonja Tabaku për kalendarin. Është në proces verbal. Dhe është e papranueshme që të vish këtu dhe thuash nuk kemi rënë dakord. Në nëntor të vitit kaluar kemi bërë një konferencë kryetarësh. Dhe edhe aty përsëri kemi rënë dakord që të bëjmë një bashkim të dy çështjeve në të njëjtin mocion me debat. Raportin e Dashit dhe padyshim të Departamentit Amerikan të Shtetit, jo të Dashit, ish Dashit tuaj. Dhe mocionin me debat që lidhet me nenin 18 të ligjit për rolin e kuvendit të Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Kemi thënë që sapo të vi raporti, do t'i bëjmë. Padyshim që bie plotësisht dakord, ne jemi të gjithë bashku që edhe ju, edhe ne na ka kaluar afati i përcaktuar. Ju thoni që mazhoranca u ka kufizuar, madje ju ka mohuar të drejtën që ju të sillni iniciativa ligjore. Jemi të gatshëm të miratojmë edhe ju propozime. Po jo me dhunë. Pas diskutimit, kryetari i kuvendit Niko Peleshi hodhi në votim për datën 14 maj diskutimin për zhvillimin e mocionit me debat për raportin e Dash dhe integrimit, i cili u miratua me shumicë votash. Pas votimit, kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi hodhi akuza duke u shprehur se opozita është përjashtuar nga procesi i integrimit. Është fakt që disa herë në konferencën e kryetarëve, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar një gjë elementare nga kryetari i kuvendit, të na vërë në dispozicion listën e draft ligjeve që ky kuvend do duhet miratoj në kuadër të procesit integrimit. Dhe kanë kaluar 6 muaj që ne ngrem në çdo mbledhje të konferencës kryetarëve dhe ju nuk dënjoni të informoni opozitën se kush është lista e ligjeve të nevojshme në kuadër të procesit integrimit. Dhe vini këtu pastaj dhe thoni tundi një listë dhe thoni ju nuk keni votuar ligjet. Po nga ta dim ne kush janë ligjet,
ku ne jemi tërësisht përjashtuar nga procesi, se kush janë ligjet që nevojiten në kuadër të curisë së procesit integrimit evropian. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi përgënjashtroi akuzat e Gazmend Bardhit dhe u shpreh se kërkesa për mocion me debat është vendosur në konferencën e kryetarëve, edhe me dakordsinë e Partisë Demokratike.